si parti politike, si strukturë, si organizatë, sigurisht që jemi të gatshëm për zgjedhje. Partitë politike funksionojnë në formë të tillë. Çështja është dëmit i cili do t'i bëhet Kosovës, shtetit, nëse shkojmë në zgjedhje. Po ju nëse shkojmë në zgjedhje, po e qartë. Këtë e qartësuam, nëse shkojmë në zgjedhje, si del partia juaj Zonja Kabash? Përgjegjësia jonë është me mbrojt interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Për momentin, Partia Demokratike e Kosovës është qelsi i fundit i demokracisë në vend. Kjo është roli jonë. Rezultatet në zgjedhje varen prej vullnetit qytetarëve dhe na do ta respektojmë ato si gjithnjë. Madje unë e kom potencu disa herë që sot nuk mjafton veç me qitë votën kuti. Sot dush me kohë në gjendje me gjyku drejtë, për me gjyku drejtë dush me marrë informata reale, edhe po du mu rikthy prap aty. Vetëvendosja është partia vetme në vend që përdor dezinformim për me arrit pushtetin. Gjë që i bën dëm shumë shtetit, shoqënisë edhe krijon përqarje të cilat ende nuk po muj me i sanu. Ndërsa sa i përket përgjegjësisë deputetëve që përmeni Zoja, sa kena përgjegjësi ndaj institucioneve. Në hapësira publike se çfarë mesazh po transmetojmë. Natyrisht që duhemi me pas kujdes. Me shumë kujdes po e them. Dezinformat? Hajde cilën? Fushata dezinformuese. Fushata dezinformuese. Ajo është përgjegjësi e hetuesi, Zoj. Ajo është përgjegjësi. Mjafton më shku në rrjete sociale dhe me çfarë informata ju shpërndani. Çfarë informata shpërndon kush? Vetëvendosja, përkrasit e vetëvendosjes, aktivistat e vetëvendosjes. Lutem, mos të flasim. Kuptoj drejt çaj tu dosh me thonë. Ti po thu që vetëvendosja e ka një qasje të strukturuar e ka një qasje super të strukturuar me dezinformimet. E ka një qasje e para, kjo është e pasakt. E dyta, kjo është shpifje për cilën dush me mbajt përgjegjësi. Dhe e treta, para, opinioni publik nëse ki argumente dush me ju drejtu organeve pyetjeve që ti bona dhe ishash ju bone bisht. Të përfshirë dhe përgjegjësinë e deputetëve. Ta kena përgjegjësi ndaj institucioneve. Nëse ki përgjegjësi ndaj institucioneve, pjesëm të e kontaminu. Absolutisht. Nuk kemi zgjidhje për këtë situatë, jemi të interesuar me ju bloku. Nas kemi zgjidhja? Absolutisht po. Na kur e kemi pas, kur e kemi pas na besimin si parti e parë në vend, na kemi gjithë zgjidhje. Historia Kosovës